Dhe është i gatshëm që të imponohet dhe të vazhdojë të mbajë Amerikën në krye. Obama dhe Biden mendoni ju se mund të bëjnë një atentat të tillë ndaj Shteteve të Bashkuara? Jo, e kishin këtë perceptim në presidencën e tyre. Po të shikojmë Barack Obama edhe me politikat që ndoqi, ishte ai që polarizoi shoqërinë amerikane. Ishte një president që i përkiste më shumë të majtës ekstreme se sa një president i të majtës e moderuar, siç mund të kishte qenë Bill Clinton më përpara, apo po të shkojmë më tutje dhe Kennedy në vitet 60, në fillim të 60-s. Ndaj, në këtë kontekst, kur Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për ta mbajtur pozicionin e tyre si superfuqia e botës edhe për shekullin e 21, për të penguar Kinën që të ndërtojë një shekull kinez, siç ishte gjysma e dytë e shekullit kaluar një shekull amerikan, dhe të imponoj botës rregullat e saj, modelin e saj e tjerë, që kjo bie ndesh me interesat e Perëndimit, po dhe interesat tona si shqiptar, se ne nuk duam të jetojmë në atë sistem që Kina ka ndërtuar në vendin e vet, por duam të jetojmë në këtë sistem që ka bërë Perëndimin të madh dikur, me demokraci, me kapitalizëm, me balancën e pushteteve, e kështu me radhë. Në një farë mënyrë e kemi provuar për disa kohë dhe nuk e kemi provuar atë sistem. Tani, për shumë kohë, siç e thash, Kina po avanconte, Rusia po avancoi sidomos vitet e fundit me sulmin në Ukrainë, po dhe më përpara me Krimen në kohën e Obamës, me Gjeorgji në kohën e Bushit. Pra sa shikon Perëndimin në tërheqje, Rusia avancon, Kina avancon, Irani, Korea e Veriut, pra gjithë ky aksi që është formuar në lindje për të kundërshtuar, po themi, këtë dominimin e Perëndimit dhe këtë rend botror. Duhet të kemi parasysh që sot ne jemi në një rend botror në tranzicion, duke shkuar nga një rend unipolar që doli pas luftës ftohtë, pas rënies murit Berlinit, me Shtetet e Bashkuara si një superfuqi të padiskutueshme, jemi duke shkuar në një rend multipolar, ku Kina kërkon, siç e thash, atë dominimin botror, Rusia kërkon një dominim rajonal, ndoshta për të rikthyer zonat e influencës të Rusisë imperiale, apo qoftë dhe të Bashkimit Sovjetik. Nga ana tjetër kemi Iranin që do të jetë një superfuqi rajonale, kemi Korenë e Veriut, kemi vende të tjera në lindjen e mesme, kemi atë që quhet Jugu global, i cili kërkon një vend në tryezën e bisedimeve, me vendet afrikane gjithmonë më të zëshme për rolin e tyre, vendet e Gjirit Persik të lindjes së mesme e kështu me radhë, dhe në gjithë këtë po themi paqartësi, mjegullnaj, sepse si çdo rend në tranzicion, si çdo periudhë tranzitore ka paqartësitë e veta, derisa zonat e influencës dhe kufit të qartësohen. Kemi Shtetet e Bashkuara, të cilat janë të vendosura që, duke parë që këto janë dinamika të paevitueshme, janë të vendosura që ta marrin, po themi, kontrollin e gjithë kësaj situate. Po ai tapeti i kuq i shtruar në Alaska, apo edhe gjua e veprimeve, e mimikës, pra gjitha gestikulacionet e Donald Trump, sikur nuk tregonin një forcë kaq të madhe. Përkundër, duke sikur ai kishte një lloj varje ndaj presidentit Vladimir Putin, i cili në këtë moment duket ai sikur është më i fortë, i cili me çdo kush po kërkon edhe njohje perëndimore. Unë nuk mendoj kështu, një pastrim të figurës. Ne natyrisht nuk e dim ç'do ndodhi në të ardhmen, por ne mund të gjykojmë bazuar mbi veprimet e të shkuarës. Dhe në administratën e parë Trump ishte numri më i madh i sanksioneve që është bërë ndonjëherë nga ndonjë administratë amerikane për kundrejt Rusisë. Dhe këtë nuk e them unë, e thot Robert Gates, ish sekretari i mbrojtjes i Barack Obamës. Pra i një kabineti tërësisht të kundërt me atë që beson presidenti Trump dhe djathta amerikane. Dhe gjysma e këtyre sanksioneve ishin në lidhje me Ukrainën. Ishin sanksione për Nord Streamin. Pra, ne kemi parë që në administratën e tij të parë, Trump ka qenë goxha agresiv me Rusinë. Dhe ja kishte bërë të qartë Vladimir Putinit që ti nuk del nga zona jote aty influencës. Nuk bën avancime ndaj Ukrainës apo shteteve të tjera. Sepse jemi ne këtu garant i kësaj balance, po themi, të fuqive. Dhe ne pam që Putin nuk është se bëri ndonjë avancim, ishin 4 vite relativisht të qeta. Nga ana tjetër, janë veprimet që ka ndërmarrë Trump në këto muaj të presidencës së tij, aspekti i dytë. Çfarë ka bërë? E para po ta nisim që me retorikën për Groenlandën, për kanalin e Panamas, retorikën për Kanadan e tjerë me radhë, këto mund të duket si një retorikë të tipit Trump. Po në fakt është një rikthim i doktrinës Monroe. Doktrina Monroe ishte doktrina e presidentit James Monroe para rreth 2 shekujve, e cila u thoshte kolonizatorëve europian që ju nuk keni punë në hemisferën perëndimore sepse është zona jonë influencës. Kjo, po themi, ky rikthim i kësaj doktrine është tani i drejtuar ndaj Kinës. Dhe natyrisht dhe Rusisë, po Kina është kundërshtar i drejt për drejt geopolitik, ku i thot, ti nuk e punë në hemisferën perëndimore, këtu jemi ne.
në këtë zonën tonë. Në kanalin e Panamas nuk mund të ketë kompani kineze që kontrollojnë kanalin e Panamas. Ne kemi dhënë Panamas, nëse Panamaja nuk e do, e marrim neve mbrapsht. Nuk ka punë Kina. Me Kanadan nuk ka punë Kina të shkojnë kompanit kineze në Arktik. Është një betejë shumë e madhe që bëhet për Arktikun dhe burimet që ka Arktiku, për burimet që ka Groenlanda, sepse betejë sot është betejë për mineralet, për gjithë këto resurset që janë në nën tokë. Dhe Kinës i është bërë qartë dhe çdo kundërshtari tjetër potencial që nuk ka punë në këtë hemisfer. E dyta, është inkurajimi që i bëhet Europës që të zgjohet dhe të forcohet. Është inkurajimi që bën Trumpi për NATO-n. Një president që do të shkatrojë NATO-n nuk përpiqet të bindi vendet të paguajnë 5%, shumë më shumë se 2%, që dhe atë 2% nuk e paguanin vendet anëtare të prodhimit brendshëm bruto të tyre. Pra, për armatimin. Pra, ka forcuar këmbën e dytë të NATO-s dhe këmbën e dytë të kësaj aleance euroatlantike që mban perëndimin, që është Europa.